se marr pagën, të ndërpritet puna dhe mos shkojmë të garantuar se paga përçeshohet. Unë po thuj se zero. Ndryshu të ligje për cilat nuk janë pa thamë edhe me nishu kontratat, kena me shku me nishu kontratat për ndrysh. Ka dy do të me prit deri të martën, apo pa ligje. E keqja e kësaj është sepse ne kemi probleme të përditshme, përndryshe takimet tek ne shkojnë shumë shpejt, shumë lehtë sepse jemi gjithherë po them të arsyeshëm. Takimi sot është thirr sepse në bazë të rekomandimeve dhe në bazë të përgjegjësisë që na e ka dhënë nën kryetari i komunës me një 5-6 bashkëpunëtor të vetin, na arton që këta punëtor, sepse kemi kërkuar garancion që paga e muajit qershor kur do të paguhet, ka qenë një fjalë 2-3 herë që është domethënëse që paga më shumti do të vënohet deri me datën 15 qershor. Tani kemi informacione që kjo nuk është bërë dhe në një farë forme ka telashe të brendshme në komunën e Prishtinës dhe si mazira gjasa deri më tani nuk kemi sinjale se do të bëhet pagesa e kësaj muajit qershor, por ne normal që është marrë vendim sot që të pritet deri me të martën e ardhshme dhe nëse nuk do të kemi pagat në llogaritë tona bankare, atëherë që nga e mërkurja janë opsionet të dyja. Nuk do të lajmërohemi fare në shkolla, nuk do të kryejmë shërbime fare dhe opsioni tjetër është që do shkojmë para komunës dhe të protestojmë për pagat tona. Megjithatë jemi të sinqertë, jemi lodhë sepse ka më shumë se një vit që asnjëherë pagat tona nuk i kemi marrë me kohë dhe me të drejtë pyeti një punëtore e cila thua kryetari i komunës sigur mos e kishte marrë 2 paga ose më mirë themi 2 muaj paga të dyre çka do të ndodh. Unë mendoj që do të ndihej shumë keq, por megjithatë ata kanë parë dhe nuk e kanë këtë problem. Para mendojnë, ne marrim pagë 390 euro dhe këto paga nuk i kemi marrë që nga muaji maj. Edhe kjo është pyetja si mund të jetohet në Kosovë. Normal që gjitha vendimet do t'i marrim dhe i marrim karshi ligjit mbi organizimin sindikal dhe normal që ne nuk do të kryejmë shërbime më përderisa mos i kemi pagat tona në llogaritë tona. Ne vetëm do ta njoftojmë komunën e Prishtinës që obligimet që i ka edhe zyrtare, po e obligimin që e ka marrë edhe në takimin zyrtar nuk është duke mbajtur, andaj kundrull asaj ne do të veprojmë sepse nuk kemi jashtë pasur që të rrim ka 2 muaj ditë pa paga edhe ato ka 392 euro. Zgjidhja realisht njerëzit nuk kanë dashur të punojnë obligimet e veta që i kanë sepse ne kemi kryer gjitha obligimet ndaj po themi shkollave dhe ndaj pronarëve të kompanive kurse ata nuk po i kryejnë tek ne. Paramendojeni një trusnie sindikatës në OSHPE përndryshe ka më shumë se 1 muaj e gjysmë duke i nejtë dokumentacioni sepse këta punëtor kanë qenë një pjesë bukur e madhe edhe pa kontrata pune dhe po them është një katrahur për cilën po të kishmi pas shtet ligjor, unë them shumë mënyrë më të sinqertë dikush do dashur me shku burg. Njerëzit paguan që dikush t'i mbikëqyr këta punëtor, kontrata tyne të merret dikush me ta. Se të ndodh kjo, unë vërtet po ja kam lakmi këtyre njerëzve se si nuk i frikon lerën e ligjit, po si nuk frikon edhe para Zotit me lënë 200 punëtor që thash punëtor i cili i ka thonë në barnatore, gjithherë të kam prit deri me datën 20 dhe ma ke pagu banat. Tani thot mu barnatore nuk mi jep banat sepse ka shku data 23 dhe unë nuk kam mujt me i pagu banat, që një farforme është duke e qua poshtë shëndetin e vetë për punën që e ka bo dhe për njerëz të cilët jetojnë në kontushë dhe nuk i kryejnë obligimet e veta ligjore kundrejt punëtorëve. Po, kërkesat e punëtorëve sot si që dëgjuat edhe ju, kanë që deri të martën do të lusim komunën edhe njerë nëse si qëtë pagat, ne do të protestojmë para komunës edhe nuk do të shkojmë fare në vendet e punës ku i kemi. Kur është dash me dalë paga? Paga është dash me dalë me datën 15, e kemi pas një takim unë kryetari edhe një punëtore një shkollës me në kryetarin e komunës edhe me një 3-4 veta të që kanë drejtura, edhe na kam premtu që rrogën do ta marrim me datën 15, sot është data 22, rrogën nuk ka. Sa ju dëmton kjo juve? Neve na ka dëmtu shumë, se mas pore si që edhe kryetari porcet jo për barna, jo kredijat pa pagu që po e thirrin punëtor bankat non stop, ata po thirrin më thënë bankat na ka thirr me i pagu kreditet, atë nuk e di çka më thon. Kërkesa është, ju lutem sa më shpejt,
pagat pagat e muajit qershor me dalë në për kontet tona, se vetë keni premtue edhe pagat dojna me qitë. Për ndryshe, keni përballë me greva edhe kemi dalë para komunës. Edhe s'kemi shkum punë.